kjo vjen vetëm për një keq edhe një zezë të Kosovës. Villova që mos vjen Kosovë fare. Ne e dim se vizita sa vjen në Kosovë, kjo vjen vetëm për një keq edhe një zezë të Kosovës. Edhe ka ardhur pikërisht me 13 maj, ku dita sigurimit shtetëror të Serbisë, kur për shqiptarët është një ditë famkeqe, është një ditë që më të ditë zije, se shumë nona, shumë motra, shumë gra kanë me vepe aty sigurimit. Dhe sot vjen Villova këtu dhe marr konferencë në Sheraton, pikërisht në Kosovë, ku ne hendi kem pa gjetur, kem fëmijë pa gjetur, kem baballar, kem vëllezër dhe kem motra. Kështu që pikërisht kjo sot e ka gjetë këtë ditë që të vjen këtu. Unë mendoj se ka vetëm të stabilizojë Kosovën dhe vendin tonë. Po ne nuk jemi ata që vendin tonë të stabilizojmë, ne kemi ditu për vend. Mos të kesh kuptuar, ne nuk kemi mundë drejtësie. Pjesëtarët e shqiptarë Kosovës dhe qytetarët e Kosovës kanë njëtu për drejtësi që ne kemi qenë shtypur nga pa drejtësia që ka bërë Serbia ndaj neve. Dhe ne kemi njëtu për drejtësi për ta liruar vendin tonë. Kështu që unë kisha bë apel juve si media, edhe dje kam thonë, kam bë apel që mos i shkoni mrena në konferencë zonës Villova. Villova nuk është e mirë për qytetarët e Kosovës dhe për shtetin e Kosovës. Ne kemi problem me prokurorisë, kemi problem me gjykatë. Ne kemi pikërisht problem me prokuroria që punon me dosje të Serbisë dhe me dosje të shqiptarëve, të cilët kanë bashkëpunuar me Serbinë Unit të shpëtorën në kohën e fundit, dhe 4-5 vjet që kanë marrë sigurimin që kanë marrë, që nuk u bashkëpunuar me UDV. Kështu që Villova dhe prokuroria e gjykatës civilë ka bashkëpunuar pikërisht me Serbinë, që ka marrë dosjen nga Serbia, dhe ka bashkëpunuar me shqiptarë shqipfolës, të cilët nuk e dinë Kosovën e lirë. Dhe ky timi që u gju sot, timi u gju për shkak që ditë e zezë për neve. Po thon, timi ka qenë i zi, e po atë ju, jo mi proku policinë, jo mi proku juve, po ka qenë ditë e zezë për neve, 13 muaj është ditë e zezë për neve. Është formimi i sigurimit shtetëror të Serbisë, i cili ka bërë terror në këtë vend. Dhe për këtë arsye ne sot e gjejmë timin e zi, që më tregu opinionit si Villova mendon vetëm zi për shqiptarët e Kosovës dhe për vendin tonë. Mu ka liru ligji, që takon me 2 e 3 jam liru, me kusht jam liru. Do kam bëj lutje, kush një gënjeshtër, kush ka thonë apo nëse ligji i Kosovës e jep me 2 e 3 të liruar nga çantat e paravortimit. Unë jam liru me 2 e 3. Përkundër 3 muaj kam më shumë burg se sa 2 e 3. Se nuk kam pas lirona në gusht 2023 në june, tetor 2023. Kam pas në gusht, do të thotë 3 muaj me vënisje më liruar në Smaradin. Nasimi është liruar 2 muaj më së miri, kështu se asunas nasimi s'kemi bë kërkesë, po ligji e jep se me 2 e 3 lirohen nga gjykata pavarësisht ku cilën burgia jenë në Kosovë apo ku të shqipesh, me 2 e 3 bojmë direkt. Dhe unë thash fillim, ne s'kem kundër Villovës, asgjë si njëri kampionatit. Pse personali me to skep. Kim për punën dhe veprat e sona që nuk i bën. Edhe metrat e sona që nuk i bën për Kosovën dhe për vendin tonë.